Veti sallallahu alaihi wasallam thot se Allahu do e shpëtoj një burr prej ummetit tim ditën e Kiametit. Dhe këtij personi do t'i hapen regjistrat, 99 regjistra. Çdo regjistër është shumë gjigant i jashtëzakonshëm, aq sa e kap syri i njeriut. Dhe se Allahu Azza wa Jall i thot të njeriu e tunkiru min hadha shay'an, a mohon diçka prej këtyre regjistrave, prej punëve jo të mira në këto regjistra. Më pas i thot, a të kanë bërë padrejtësi ty, me lajket, ata cilët regjistrojnë veprat, ata cilët ruajnë, regjistrojnë veprat e robëve. Thot, jo o Zoti im. I thot Allahu Azza wa Jall, a ke ndonjë arsye apo justifikim? Thot, jo o Zot. Allahu Azza wa Jall i thot, po si jo, ti ke justifikim dhe arsye, dhe ti ke një mirësi tek neve, ke një të mirë, dhe sot nuk të bëhet ty padrejtësi, do nxirret një kartë në cilën shkruhet, dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë, dëshmoj se nuk ka Zot që meriton adhurimin, veç Allahut, dhe se Muhamedi është robi i dërguar i Tij. Dhe i thuhet që sille peshoren, thot, o Zot, si mundet të peshohet pra kjo kartë me gjithë këto regjistra? I thuhet që nuk të bëhet sot padrejtësi. Atëherë sillet peshorja, vendosen regjistrat në një anë, karta me fjalën la ilaha illallah në anën tjetër, dhe rëndon karta pra bitaka, karta me fjalës la ilaha illallah e shahadetit, dhe ngrihen lart regjistrat. Asgjë nuk mund të rëndoj përpara emrit të Allahut të lartësuar.